Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha sot në Prishtinë se pret që Kosova dhe Serbia të çojnë përpara procesin e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Zonja Ashton, e cila shkoi në Prishtinë nga Beogradi, ku ishte dje, parlemëroi vazhdimin e bisedimeve ndërmjet të dy palëve në funksion të zbatimit të marrëveshjes, nga e cila varet përparimi i të dy vendeve drejt integrimeve evropiane. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha sot në Prishtinë se janë hedhur hapa konkret për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, ndërsa paralajmëroi vazhdimin e bisedimeve ndërmjet të dyja palëve edhe gjatë muajve të verës, sepse siç tha, duhet të dëshmohet përparimi. Ajo i bëri këto komente pas takimit me udhëhecit më të lartë të Kosovës, me të cilët diskutoi rrjedhën e procesit të zbatimit të marrëveshjes, duke vënë theksin tek vendimi i Këshillit Evropian për të hapur negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, që sipas saj ishte një nga arsyet e vizitës në Kosovë. It is a really important step in Kosovo's European path. Është vërtet një hap i rëndësishëm në rrugën evropiane të Kosovës, tha zonja Ashton, duke paralajmëruar se shumë shpejt komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle do të qëndrojë në Kosovë për të quar përpara procesin. Zonja Ashton erdhi në Prishtinë nga Beogradi, ku autoritetet e atjeshme i ka siguruar se nuk do të ketë kushte të reja në rrugtimin e tyre evropian, por të dyja palët duhet të përqendrohen në zbatimin e asaj për të cilën janë pajtuar në marrëveshjen e 19 prillit. Të hënën zonja Ashton tha pas takimit me kryeministrat e të dyja vendeve se tekstet e marrëveshjes për telekomunikacionin dhe energjinë janë pothuajse të përfunduar dhe diskutimet do të vazhdojnë gjatë udhëtimit të saj në Beograd dhe Prishtinë, por sot sërish u tha se ka pasur përparime thelbësore që duhet të përmbyllen në ditët në vazhdim. Ajo tha se një nga hapat e rëndësishëm në këtë proces është edhe miratimi i ligjit mbi amnistinë në Parlamentin e Kosovës, i cili synon të krijojë kushte për integrimin e pjesëtarëve të strukturave serbe në veri. Javën që lan pas, Parlamenti dështoi të miratoj këtë ligj për shkak të reagimeve të shumta, me që fushveprimi i tij fillimisht u zgjerua në disa dhjetra vepra penale dhe jashtëverju të Kosovës, duke nxitur shqetësimin e një pjese të forcave politike dhe organizatave jo qeveritare. Qeveria vendosi të ndryshojë ligjin që pritet të miratohet të enjtë në Parlamentin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, siguroi sot zonjën Ashton se Kosova do të përmbush detyrimet e saj përfshirë edhe ligjin për amnistinë. Ai tha se ligji i tillë është edhe akt politik që qën drejt pajtimit të njerëzve. Unë juftoj të gjithëve, edhe ata që nuk i kanë lexuar mirë, të informohen me drejt, ta lexojnë më mirë. E di se ka pasur keq kuptime dhe keq interpretime të ndryshme. Herë të motivuara politikisht, por dhe mos informime të ndryshme. Por, në rrethona çfarë jemi ne, duke respektuar dhe marrëveshjen e 19 prillit, ligji për amnisti është i nevojshëm, është i domosdoshëm dhe në të njëjtën kohë është një standard i marrëveshjeve politike kur të arrihen çfarë është e 19 prillit. Edhe diplomatët europerëndimor në Prishtinë kanë bërë thirrje për miratimin e këtij ligji që, siç thuhet, është hap vendimtar për të siguruar integrimin e plotë të gjithë qytetarëve në institucionet e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.